Kosovës të Bashkësisë Islame në Viti. Të dashur hoxhallar, qytetarë, të nderuar të pranishëm. Ju përshëndes me përshëndetjen më të bukur islame. Selamun alejkum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Dhe mirë se keni ardhur në këtë iftar të organizuar nga rinia aktive mësimeve pranë xhamisë së Pozhoralit, në bashkëpunim me Këshillin e Bashkisë Islame në Viti, me moton bashkë në iftar, bashkë në bamirësi. Sonte jemi mbledhur rreth sofrës së begatisë, në një muaj që na mëson durimin, sakrificën, përkushtimin dhe mbi të gjitha solidaritetin. Muaji Ramazanit është më shumë se agjerim. Ai është shkollë e karakterit, pastrim i shpirtit dhe forcim i lidhjeve mes nesh. Ky organizim është dëshmi se rinia jonë nuk është vetëm shpresë për të ardhmen, por është forcë dhe vlerës së tashmes. Kur të rinjët bashkohen për të bërë mirë, për të shtruar iftare dhe për të hapur dashuri e respekt, atëherë komuniteti bëhet më i fortë dhe më i bashkuar. Sonte nuk jemi thjesht vetëm për të prishur agjerimin, por për të forcuar miqësinë, për të ndarë buzëqeshje dhe për të falendëruar Allahun për çdo mirësi që na ka dhënë. Le të jetë ky iftar simbol i unitetit tonë, i respektit ndaj njëri tjetrit dhe i përkushtimit ndaj vlerave tona fetare dhe kombëtare. Një falënderim i veçantë u takon të gjithë atyre që kontribuan në realizimin e këtij organizimi, strukturave të Bashkisë Islame, organizatorëve nga rinia, donatorëve dhe çdo individi që dha kontributin e tij moral e material. Përkushtimi dhe bashkëpunimi juaj janë shembull i përgjegjësisë qytetare dhe fetare, duke dëshmuar se kur ka vullnet dhe unitet, arrihen rezultate të dobishme për mbar komunitetin. Lutem që ky muaj i bërkuar të forcoj me tej vlerat tona shpirtërore, të thelloj ndjenjat e solidaritetit dhe të na udhëheqë drejt veprave të mira edhe për te Ramazanit. Uroj që angazhimi sotëm të jetë nxitje për iniciativa të reja që kontribojnë në zhvillimin dhe mirëqenien e shoqërisë sonë. Ju uroj muajin e Ramazanit dhe ju pasbër mirë iftarit të gjithëve. Tani në vazhdim të nderuar të pranishëm, në këndimin e Kuranit ftoj Hoxhën Salih Beqiri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Tani të nderuar të pranishëm, të dashur besimtar, ftoj të marrë fjalën kryetari i Bashkisë Islame në Biti, Zotriu Husamedin Hoxha. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit, falënderimi të takojnë vetëm Allahut xhaleshanu, krijuesit të gjithësisë. Selamet me të mira i dërgojmë profetit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve të tij dhe të gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar të pranishëm në rëndë që në emrin tim dhe të Këshillit Bashkisë Islame në Biti dhe në emrin të rinisë aktive pranë mësimeve të xhamisë së fshatit Pozhëran, të ju përshëndes të gjithëve me selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Përshëndetjet pasojnë edhe pse nuk janë prezent, por kanë pas ftesë dhe kanë konfirmu ardhjen institucionet komunale, prapse prapë përshëndesin edhe pse nuk janë këtu. Edhe kryesuesin e kuvendit, një ashtu, përshëndes familjet e dëshmorëve që janë këtu, veteranët, përshëndes përfaqësuesit e partive politike, përfaqësuesit e policisë që i kemi këtu, mjek, profesor, zjarfeks, gazetar, dhe ju antar të Këshillit Bashkisë Islame në Biti, ju hoxhallar të nderuar dhe ju xhamat shumë i respektuar që jeni këtu prezent. Me lejeni që në këtë ambient të mirë, në këtë ditë të bekuar të Ramazanit, muajit i përkushtimin ndaj Zotit të Madhreshëm, muajit të sakrificës, edukimit dhe vetë formimit të vetvetes, Ramazani është kohë e kalitjes së karakterit të vetë kontrollit ndaj robërisë, epsheve, emocioneve dhe veseve të zymta, si dhe forcimin e personalitetit ton në rrugën e mirësisë dhe të devotshmërisë. Ramazani është një shkollë, një mësim i veçantë që fillon me urinë dhe etjen e trupit, por synon pastërtinë e shpirtit. Sot të jemi bashkë për të përjetu momentet më të mira dhe më të larta shpirtërore të agjerimit. E ky moment quhet sofra e iftarit, sepse nuk ka sofër më të mirë se sofra e Ramazanit,
një moment i gëzimit, sepse gëzimi i iftarit merr vlerë të veçantë kur jemi bashkë me njëri tjetrin, të respektuar pa dallim në vend, moshë dhe pozitë. Sofra e iftarit shpreh solidaritetin, bujarinë dhe paqen. Aty ku ndahet buka, forcohet besimi, aty ku ndahet fjala e mirë, ndërtohet respekti. Sofra e iftarit na ofron me njëri tjetrin na bashkon dhe na shton dashurinë mes njëri tjetrit. Të nderuar pranishëm, jeta e njeriut është e shenjtë dhe njeriu duhet ta mbrojë jetën e tjetrit, dinjitetin e tina, zhvillimin dhe mirëqenien e tina të secilit, sepse njeriu është krijesa më e dalluar dhe më e bukur e Zotit. Nuk ka kënaqësi pa kënaqësinë e të tjetrit dhe nuk ka dinjitet pa dinjitetin e tjetrit. Kjo është logjika e besimit të mirë në Zotin dhe është i dobishëm për të gjithë. Iftari është mesazh frymëzimi që bashkon familjet, me shokët, institucionet në vaktin më të mirë të iftarit, ku Zoti këtë vakt e veçoi nga bukuritë e këtij muaji. Ky iftari përbashkët na mëson se ajo që kemi nuk është vetëm për ne, por është edhe amanet për të tjerët. Ky iftar sonte është i madh, sepse ju jeni të mëdhenj me praninë tuaj që i keni zbukuruar këtë vend. Është për të vlerësuar ky iftar dhe për të përgëzuar, sepse meriton një falënderim të veçantë për ata që e angazhuan, për ata që e kontribuan dhe që e dhanë atë më të mirën për ta bërë këtë iftar. Pse në profile të ndryshme jemi këtu, por mesazhi i ynë, synimi është e mira e përgjithshme dhe është e mira e secilit për juve që gjendeni këtu prezent. Prandaj, në fund më lejoni që t'ju falenderoj të gjithëve për prezencën tuaj dhe ju dëshiroj shëndet, agjerim të lehtë dhe të pranuar. Faleminderit të gjithëve. Selam aleikum. Përshëndesim edhe njerë kryetarin e Bashkisë Islame, të nderuar zotëri Husameddin Abazi. Tani të nderuar të pranishëm, vazhdojmë me ligjëratën qendrore. Doktor Kushtrim Qerimi, tema agjerimi në këndvështrimin shkencor. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Faleminderit pranishëm, përsoj që u këtë bëhë mirë iftari, faleminderit shumë Këshillit Bashkisë Islame në Viti, në veçanti doktorit tonë ndërum, doktor Baliso që së ndërum për ftesën dhe mundësin që më ka dhonë që t'jem prezent tu. Unë nuk dhe të thëmë ma shumë se kolegët e mi që t'jem prezent të mjek, edhe të cilët kanë rrugtimet e ndryshme, mirë po në kishë thonë para 3 vite, sa kam qenë në Gjermani që do të vijë dhe do të kontribojnë në Kosovë, edhe një pjesë e kontributit tim do t'jetë pikrish për qytetarët e Vitis nuk isha me besu. Mirë për ja që jeta i ka sfidat e veta dhe kështu bëhet edhe ne sot jemi bashkë në iftar. Agjerimi pa dyshim, që keni ndëgju shumë herë, edhe i kemi bua sot 2 javë që po agjerojnë ka efektet e veta shumë dimensionale. Nëse ktheheni mbrapa në histori, filozofë më të maj kanë agjeru për me pas trupin e dejtë dhe për me pas mendjen e këtjellë. Ne në Islam agjerojmë për shkak se e kemi pjesë të kushteve tona të cilat duhet i përmbahemi paketër, po kur asnjëherë nuk duhet harrojmë se me obligimet të cilat ngarkohemi brenda Islamit kemi vetë se dobi. Duke i përjashtuar gjithmonë grupet e veçanta të cilat lirohen prej agjerimit. E ata që obligohen dhe kanë shëndet të mirë, duhet të kenë parasysh se përveç kënaqësive shpirtërore kanë edhe përfitime të jashtëzakonshme në aspektin e shëndetit. Pra,
Unë do të flasë shkurë që di se koha ju është e shbushme. Dinamika e jetës e bën që njerëzit gjatë vitit mos me pas mundësi me pas aktivitete shumë fizike, edhe kështu mos më janë përkushtuar shumë vetvetes dhe trupit tij e veçanërisht shëndetit. Ne që përballemi çdo ditë me pacient e shohim se sa herë neglizhohet ajo që është prej gjonave më të çmueshme të jetës e njeriu që është shëndeti. Nëse referoni hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thonë pres gjonave para primit para se më juar pesë tjera. Pra, ta keni parasysh shëndetin përpara se t'ju vjen sëmundja. Agjerimi shumë herë din me nga tregu se kjo shkollë e madhe, përveç gjonave tjera të cilat dobi tjera që i kemi në çdo aspekt, kemi me pasur një dobi prej shumë dobive të cilat i kemi në aspektin shëndetësor. Nëse e pyetni një mjek se sa herë rrah një zemër, brenda 1 minuti kam ju thonë 72 herë. Po sa rrah një zemër normale, brenda një dite, dikun shkon numri në vetëm 100.000 rrahje, e 72 milion deri 3 milion rrah brenda një muaji zemër. Për shkak ndikimit pozitiv të agjerimit, brenda një muaji zvogëlohet puna ose pushon zemra për 72.000 rrahje. Që i bjen që për 29 ditë agjerim, në zemra tona i pushojmë një ditë. Që është shumë me rëndësi, dikush i ka agjeru 30 Ramazana një muaj zemrës që ka dhënë pushim. Si një prej motorëve kryesor e cila vazhdimisht pompon gjakun për me qunë në periferitë e saj ose prej periferisë ku sjellet në qendër. Ndërsa sistemi respirator, më sarojmë çdo frymare jona mushkripe tona i kanë 5 litra. Doktor të mirë ndërum që po i shoh që janë sonë prezent këtu, e din që në vazhdimsi mbrana 24 orëve një organizmit normal i duhet dikon 12.240 litra oksigjen. A oksigjeni për fat mirë, në përqindjen e tina që kemi shtres të zonit, që përfshin 21% e kemi falas. Paramendone dikon që vunë prej smundjeve të sistemit respirator edhe ka të pamundshme me marrë oksigjen. Jo e pandemin e kalume se sa kemi pas vështirësi për sigurimin e bosave të oksigjenit. Edhe në këtë sistem pa dyshim që ndikon agjerimi duke e lehtësu, duke e mundësu lirimin e rrugëve të frymarit. Ai që ashtu ndikon të veshkat të cilat brenda ditës 150 dhe 180 litra filtrojnë, ndërsa gjatë muajit të agjerimit, fillimi i muajit të agjerimit në organizmin tonë shoqërohet me një dehidrim të lehtë dhe keni me pas me vrejtë se ditët e para gjatë urinimit e kanë një erë pak më ndryshe, lloj ndërrohet për shkak se toksinat të cilat janë mbledhur gjatë të vitit, për ata që kanë pas pamundshme me agjeru, fillojnë më nxjerr përmes sekretit që ne ka mundësu Zoti në këtë rast përmes urinës. Pra fillimi është dehidrim. Pra fillimi i agjerimit ditë e para për shumë njerëz, për shkak ndrimit të asaj që quhet ora biologjike është edhe dhimbje koke. Prandaj nëse juve para iftarit ditë e para keni një dhimbje koke, keni një plagësi që ka të bëjë me ndrimin e asaj që quhet metabolizëm i normal që kemi kalu prapë në metabolizëm normal, por tash jemi futur në ciklin që hajmë edhe pinë me kohë. Pra nuk e ndrojmë, fillojmë me iftar edhe mbarojmë me minutat e fundit kur do ta mbarojmë syfyr. Mirë, po kjo dhimbje kokës e lehtë, timbaramendje e lehtë kalon shumë vitet e para dhe besimtari shkon duke e shiju padyshim iftarin duke e shiju edhe zona tjera që ka përfshi agjerimi. Mëlçia që është një prej organeve shumë kryesor të organizmit tonë, është laboratori i organizmit, pushon dikun 5 deri 6 orë ku zërohet që pushon gjatë muajit të agjerimit. Pse po i themi këto? Këto janë fakte të cilat kemi arritur me i vërtetu, po kthejna prapë ajo e para që çdo ibadet që na e bëjmë, kur nuk do të marrë me pas kënaqësinë e ibadet që kemi me pas përfitime edhe në aspektin shëndetësor. Sepse s'mujmë me obligu prej gjithë mëshirshmit me diçka që mund me na shkaktu neve probleme shëndetësore. Ato duhet me harru gjithmonë. Edhe nëse arrim në kufit e lodhjes, bën organizmi që gjatë ju keni pa shumë herë pak para iftarit vjen një forcë e jashtëzakonshme. Shumë njerëz çuditën prej nga kjo forcë. Ka bo Zoti që më prodhu disa substanca të cilat janë opioidet jo të natyrshme, por të natyrshme për neve, sepse organizmi prodhon janë dy. Eukefalina quhet dhe endorfina, të cilat janë vazhdimtash më të fortë 20 herë se morfina.
Morfina ka qenë deri shumë kohë të fundit, për ata që mirë në mjekësi, mjeti ma i fort të pire që është donë pacientave. Pra, në statët e fundit pacientat kur kanë kanceret që s'mujnë me përballu dhimbjet, na mjekë thujmë shënja një morfin që s'paku, dhimbjet i ketë leta, që mos ketë bujnë për dhimbjeve. E qëto substanca provohet gjatë agjerimit, gjithë mos kur besimtari e një pak vetën e lot, lirohen qëto substanca mrena organizmit tonë. Edhe për një moment caktum të jeshe që kini euforik, kini një dikim pozitiv dhe kini fuqin, tu ka merë kjo fuqi. Edhe këto gjona që janë shumë organike, që janë shumë normale proceset cilat ndodhin në organizmin tonë, përmetu organizmin në nivel që është i knaqëm. Zotet tona pushojnë gjatë Ramazanit, është vërtet, edhe sistemi tret fillon me u qetësu dhe me i largu pjesë që i ka pas periferi. Aja që është shumë e rëndësi vllazë ndashëm, për cilët përballoni sidomos mjekët emergjent, gjatë vitit në end të gjaku tona stresohen pllakat të vjamit. Për shkak të agjerimit, kur ne agjerojmë ashtu si duhet, fillojnë çdo pllaka në periferik, në end periferike më ushkri, po mos të shkaktu dëm. Kjo është ajo e qëllimi, sepse nëse një tron ndo, ose në si plak që të shputhet për janës gjakut, zakonisht për emre me kalibër më të madh shkon në emre me kalibër më të vogël. Edhe kështu vllazën dashur me shpjeguar me mekanizmin që quhet pika në tru ose pika në zemër ose pika ose mbyllja sa se pjesët e anës së gjakut, sepse na kemi infarkte të zorëve, mos me hinë detale se nuk e kemi tribun shkencore. Po si do që tjerë, të otro që të plakat që jenë formu brenda një vitit të besimtarja fillojnë më shkri pa i bo dërë besimtarë. Dhe më sarani, shumë herë ata që kanë sëmundjen e sheqerit tipit 2, keni një prej moshume cilët rezistojnë me elon agjerimin, thojnë gjatë Ramazanit po kemi ndjenë më të mirë dhe nuk po na vjen shumë sheqeri, po na dhe të bëhet sheqeri. Kjo ka shpjegimin e vetë shkenzorë, për shkak se insulina që është në periferi lirohet edhe mban stabil sheqerin tek ta persona. Bariashtim bojnë grupe të caktuara thash fillim se cilët nuk duhet ta agjerojnë për shkak pa mundësive, por që lirohen për mjekët të cilët janë kompetent. I lecionet shumë smundje tjera që është artriti, koliti, edhe shumë, që shumë Alzheimerin, këgja shumë e përgjësën njerës kanë memorje të mirë sa e përket iftarëve të përbashkëta që përmendi për imami që sofra ma e mirë sofra e Ramazanit, sepse na i kujton edhe të kalumë dhe njerës që kemi pas mrena zemrave tona, familjeve tona. Pa dyshim që është shkolle veçantë për me e trajtu vetën edhe me trajtu vetë kontrolin. Ma një sa gjerimi me ilon disa pej veseve, kushtimisht, i quj vesën se na shqiptarë nuk kemë vese, po quj kushtimisht, a ka shkollë më të mirë se pej më gjerës dhe i ndramje, më që me bo një aktivitet nëse ke bo. Me e provu vetën, a mund është një adalë. Sa herë na, për shambë, si mjek përballemi me një gjendje smundje caktuar dhe kur i thojmë pacientit nëse që shtu keme vazhdu, keme përfundu keq. Shumica prej tyre largohen prej çatij vesi. Agjerimi është një prej shkollave më të veçanta që ka. Mund me e pas dhurat njeriu që me e ndalë vetën edhe me e provu sistemin e vetë kontrollit me ngrit nivele më të larta. Mund me ngrit atë sistemin e vetë kontrollimit sa më lart. Sepse na agjerojmë jo pse na shohin tjerë. Përkundrazi, për shkak se kemi vetë kontroll. Sa herë jemi vetë afër frigoriferit ose jemi dikun ku mund me pije me hongër diçka mos na pa kërkush. Po nalemi, pse? Se kemi vetë kontroll. Mos me pas vetë kontroll, edhe kur harrojmë, jetini o gjallatën dhe rrëllu kanë shpjegu, në rrasë që kemi me harru, kemi të falem. Po me vetdije nuk e bojnë, pra me ndoni vetdim sa e ngritni gjatë agjerimit. Njeri edhe pa vetdije me vetë ngrit vetdije shumë lartë, për shkak se agjerimit bën me qenë shumë ma i vetëm mbajtën. E me vazhdu këtë vetëm mbajtje, në shumë gjona që i ndalojnë vetë vetës kish me qenë mirë dhe pas agjerimit. Jenë majtë për 1994 se shumë kongrese se i përket ndikimit të agjerimit. Tash këtë shkollën moderne po quhen dietat intermediere ose dietat, janë një dy kolegë që për njëfë, kërkoj fali për aty në tjere që si njëfë të cilat po aplikohen në bodë. Nuk po dojmë i thonë agjerim se dyqysh është bo keq me lirë me islamin se kjo ka shumë i vjetër si ritual po, ose si ibadet i joni. Edhe aplikohen
edhe dim që ka efekte antikancerogjen. Mund me pyet dikush me çudorën me kolegët thonë se ka efekt antikancerogjen. Na dim që mungesë të sheqerit, organizmi jonë, këto është mesazh për kolegët mi, jo pse jo për ju tjetër, po për me kuptu në thebin e kësaj e agjerimit në realitet. Kur sheqeri mungon në organizmin tonë, Allah ka bërë të mund që metabolizmin që me izbërthy prej parave që zbërthejnë në ndyrnat. E kur mungojnë në ndyrnat vinë proteinët, po asnjëherë nuk mesin organet caktuar të cilat janë të rëndësisë vitale pa sheqer. Ta zonë, truni pranon vetë sheqer, kur nuk pranon diçka tjetër. Mungesë të rezervave të sheqerit, ala pa shkut e fundit, alarmohet sistemi jonë edhe fillojnë depët që janë mu shkarku mu prodhu sheqer me shku trunin. Prandaj ka rrën trunin tonë, për fjalla për qatat që po këndribojnë mana shoshnisë tonë që me pas një shoshni pastër, unë kom pas deri në kancimi u thonë disa fjallë, kërkoj falje nëse kom zxatë, po pa dyshim kjo shkollë e madhe, kjo akademi e madhe nuk të me kalu pa e ditë se çfarë dobi kemi në organizmin tonë. Pra, mos keni kur të shim asë njëherë në të vetën, sepse Ramazani ka më qitë shumë atë pastër edhe në aspektin shëndetësor, ju përbini për Ramazanin, nëse keni agjeru si do të me dalë -5 kg, e mos flasim pak ma tepër. Unë në Zotin që të bashkohemi edhe herave tjera, edhe të kontribojmë sa të mujmë për shoqërinë tonë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Një falënderim dhe një përshëndetje të veçantë për doktorin e nderuar. Tani me lejoni që para jush të ftoj edhe negocirin e këtij iftarit, të nderuarin doktorin Balej Sadiku. Bismillahirrahmanirrahim. I nderuari kryetar i Këshillit të Bashkisë Islame, këtu në vitin zotëri Husamedin Efendi Hoxha, të nderuar përfaqësues të partive politike, të nderuar përfaqësues të policisë së Kosovës, veteran të luftës, profesor, mjek dhe xhamat shumë i nderuar edhe i respektuar. Mirë se keni ardhur në iftarin tonë të përbashkët në motën, bashk në iftar, bashk në bëmirësi. Me lejoni që shumë shkurt të bëj një përshkrim të këtij iftari i cili tashmë po kthehet në një traditë të bukur për komunitetin tonë. Pas përfundimit të studimeve të mia në Medinën e Arabisë Saudite, kryetari i Këshillit të Bashkisë Islame, zotëri Hoxha, më tha disa fjalë teje inkurajuese. Po i citoj: jeni të lirë të angazhoheni aty ku mendoni se mund të jetë një kontribut, sepse studimet tuaja akademike kërkojnë një hapësirë të tillë. Por vitin mos ma harro kur. Këtu kanë qenë fjalët e para pas kthimit tim nga studimet e Arabisë që isha në Arabinë Saudite atje. Këto fjalë betën udhërrëfyes për mua, që nga ajo kohë u angazhova si ligjërues pranë Këshillit të Bashkisë Islame në Libi në tetor të vitit 2021. Filluam ligjëratat në xhaminë e Pozhoranit, duke trajtuar temat që prekin dimenzionin akademik, social dhe human, gjithmonë duke pasur si model më të lartë të dërguarin Allahut Muhammedin, paqja dhe bekimi Allahut qofshin mbi të. Rreth këtyre mësimeve u bashkuan të rinj të jashtëzakonshëm. Po them kështu, u bashkuan të rinj të jashtëzakonshëm, djem ambicioz, të mençur, të shkolluar dhe të palodhur. Ata nuk erdhën vetëm për të dëgjuar, por për të vepruar. Çdo hap e bënin në koordinim të plotë me Këshillin e Bashkisë Islame në Viti. Së bashku
mbështetëm nxënësit tanë në medresen Alauddin. Së bashku organizuam kurset verore për nxënësit e mësimbesimit. Së bashku ndihmuam student dhe kështu ndezëm një fryt të ri aktivizimi dhe përgjegjësia në mesën e rinisë sonë. Sot ky iftar që po organizohet për të dytën vetë radhazi nuk është vetëm një darkë e përbashkët. Ai është fryt i atyre mësimeve, i atij vizioni dhe i asaj pune të sinqertë. Prandaj me plot bindje e kemi quajtur iftari i rinisë aktive të mësimeve të xhamisë së Pozheranit. Sepse kjo është rinia që mendon, që punon, që sakrifikon dhe që e do vendin e saj. Sot duke i parë këta të rinj, të bashkuar rreth një ideali të pastër, ndjej mirënjohje të thellë ndaj Allahut Xhelle Xhelaluhu dhe krenari të sinqertë për rrugën që kemi nisur së bashku. Ndjej se vizioni ynë po merr jetë dhe duke i dhënë komunitetit tonë një dritë të re dhe një shpresë të fortë për të ardhmen. Lutim Zotin që kjo rrugë të mos ndalet këtu, që këta të rinj të bëhen shembull për të tjerët, që Pozherani, Vitia dhe i gjithë vendi ynë të krenohet me një rini që e ndërton të tashmen me përgjegjësi dhe të ardhmen me besim. Lutim Allahun Xhelle wa Ala që këto tubime tona të shpeshtohen. Allahu ju nderoft e ju shpërbleft për prezencën tuaj në këtë iftar. Të nderuar të pranishëm, ftoj për duan e këtij iftarit Hoxhën Sabit Sahibi. Amin. Falëndërimi dhe lavdërimi takon Allahut të lartëmadhërisëm, i cili na ka krijuar dhe na ka bërë të mundur çfarë të ham dhe çfarë të pim. Na ka bërë prej fesë islame, fe e cila është e vetmja e shpallur nga ai, dhe na ka bërë prej atyre të cilët e përmendin Zotin shpesh dhe pajanda. Rahmeti dhe bereqeti Allahut qoftë mbi ata të cilët e kanë shtruar këtë ushqim, mbi ata të cilët e hanë këtë ushqim, dhe mbi ata të cilët gjindën në këtë vend. O Zot, për ty agjëruam, ty të besuam, të këti u mbështetëm dhe me të mirat e tua iftarin e mbaruam. O Zot i lartëmadhërisëm, shtoj të mirat e tua të pafundme në çdo sofër dhe mos i mungo ato asnjëherë. Amin, walhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha. Të nderuar besimtarë, Allahu na bashkohet gjithmonë në sofrat e mirësisë dhe na dhënë paqen e zemra dhe na pranoft agjërimin, lutjet dhe veprat e mira. Le të dalim nga ky iftar me të bashkuar, me solidar dhe me të përkushtuar në të mirën e komunitetit tonë. Zoti e bëft këtë muaj shkollë të durimit, faljes dhe dashurisë mes nesh. Me lutjen që ky bashkim të na forcojë si vëllezër, ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen dhe ju uroj agjërim të lehtë. Allahu u apranoft lutjet. Ju përshëndes me përshëndetjen islame. Selamun alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.